Në komunën e Gjakovës është bërë një politizim i skajshëm i gjitha aktiviteteve që mas fakti ju duhet politika. Është politizu sporti, është politizu edukimi, është politizu shëndetësia. Në kuadrë të sportit më duhet t'i përmend se sportin nuk e shoh si një aktivitet vetëm sportiv garus. E shoh si një aktivitet rekreativ po edhe parandalues për shumë sëmundje dhe gjithashtu të rëndësishëm për shëndetin mendor e fizik të qytetarëve të komunës Gjakovës. Kënaqësia që gjakovarët e kanë marrë në tribunat e stadionit të vllazнимit i është mohuar, për arsye se vllaznimi sot nuk është në ligën e parë të Kosovës. Kënaqësia që ata dikur e kanë pas duke i mbështetur klubet e veta, sot nuk është më. Për shkak se edhe infrastruktura sportive ka degraduar, por gjithashtu edhe nuk është bërë asgjë që këto të promovohen. Infrastruktura sportive nuk do të thotë vetëm e qendrat nda sportive, fillon që prej shkollave fillore. Aty ku zbulohen talentet dhe ku rritet talenti duke e pa vetën se ka talent për një sport. Unë e mbaj mend se ne kemi pas mësues dedikum të fiskulturës dhe fiskultura nuk ka qenë një land ku vetëm na është gjujt topi dhe hajt vraponi mas topit, që mësues mi pas mundësinë mi kalu 45 minuta diku tjetër. Sporti është esencial për mbajtjen e shëndetit dhe për mbajtjen e një popullate në mënyrë të mirëfillt të ngritet. Ngrit aftësitë konkurruese se cilin. Prandaj pse nderin këtë gjendje, për shkak se dikush synon komunë që e mbështet një klub, duhet politikisht një acaktu edhe trajneri. Mos e kjo është banale. Nuk ndodh askund botë. Askund botë sporti nuk ka përparuar të qenë i lidhur me politikën. Ndoshta në Kubë po, ose në Kore të Veriut, por nuk ndodh në botën e lidhur. Prandaj depolitizimi i sportit dhe vendosja në një vijë buxhetit gjithashtu për mbështetje bazike të klubeve është në programin tonë dhe është shumë e rëndësishme për zhvillimin e sportit në komunën e Gjakovës. 3 aspekte të rëndësishme i shohun drejtimin e zhvillimit të sportit. I pari aspekt është ai i mbështetjes së drejtë për drejtë të klubeve, për atë sa ka mundësi komuna. Nuk pretendoj që komuna do të jetë sponsoruesi kryesore dhe nuk duhet të jetë, për shkak se ka mundësi të tjera. Por duhet ta dinë secili klub sportiv se çka mund të llogarisin nga komuna, pa shantazhe, pa presione. Zdyti, përmirësimi i infrastrukturës sportive, përmirësimi asaj që fillon prej shkollave fillore, infrastrukturës dhe pastaj aspekteve tjera që i çdo jenë pjesë e planifikimit urban. Shtigjet për biciklista, shënëzimi i shtigjeve për ata që dëshirojnë të vrapojnë apo edhe për ata që dëshirojnë të ecin në viset malore, gjithsesi në zonat rurale me të cilat edhe komuna Gjakovës i ka mjaft. Ndërtimi i një qendre sportive me partneritet publiko-privat shumë funksionale. E shohim zhvillimin e Gjakovës së re, një pjesë të re të qytetit që do të jetë bashkëkohore, që do të ketë bazë partneritetin publiko-privat, ku komuna ofron tokën, por gjithashtu ofron lehtësira tjera fiskale, ndërsa kompani, një konsorcium ose një kompani investojnë për të ndërtuar një qendër të madhe multifunksionale sportive që do të ketë edhe aktivitete tjera. Atëherë çka kemi bërë me ato? I kemi ofruar mundësinë trive, jo vetëm të komunës Gjakovës, por edhe më gjerë, angazhim në aktivitete profesionale sportive, por e bëjmë së dyti Gjakovën edhe një vend në cilin vinë vizitorë të mbahen lojra të ndryshme, kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe rrjedhimisht edhe ka qasjen ekonomike, për arsye se ata secili që vjen në kampionate të ndryshme bin të holla të cilat do të shpenzohen në komunën e Gjakovës. Kjo është tepër e rëndësishme, që secili ta ndijë se komuna ka një perspektivë, po edhe trit fillojnë të asociojnë veten me aktivitetet sportive. Komuna ka shkuar as larg e Gjakovës aktualisht sa e ka politizuar dhe kulturën. Ku ka mamari se doaenët e teatrit kosovar, mos them shqiptar, të lihen jashtë për shkak se bojnë grevë. Se dikush pa mend ose pa shkollë shkon edhe i mbyll dyert e teatrit. Teatrët nëpër Kosovë diku janë funksionalizuar më shumë, diku më pak. Shumicën e rasteve i kemi banalizuar, i mbajnë vetëm për përvjetor apo akademi përkujtimore. Teatri duhet të jetë një vend ku trit, të moshuarit dhe gjithë tjerë e mbushin shpirtin, gjithsesi e ushqejnë shpirtin e tyre me vlerën e cila performohet. Nuk është për politikë kultura. Arti, kultura dhe politika nuk shkojnë bashkë. Ata mund neve na qesin në shpëti, të bëjnë komedi për ne, të bëjnë tragjedi për ne, që e meritojnë për gjitha si politikan, por jo ne të interferojnë në vlerat kulturore dhe artistike.
Gjakovës I duhet një teatr qoftë ky I rindërtuar, gjithsesi I dhënë në partneritet publiko-privat, po e kemi menduar edhe një amfiteatr të hapur, I cili do të shërbej për shfaqjet dhe festivalet gjatë periudhës së verës. Gjatë dimrit mund të përdoret edhe për patinazh, ka edhe të tillë që e duan edhe për skateboard, kur të vendosen edhe ato panot, por që duhet jepet një aktivitet I cili është ndryshe dhe I cili e shton vlerën kulturore që Gjakova vetëm e ka. Gjakova ka talentet, recitimet që unë I kam mësu prej shkollës fillore, shkollës mesme, frymëzimin që e ka marrë, qoftë prej mësuesës ose prej arsimtarëve gjuhës shqipe, nuk janë diçka që harohet. Dhe kudo që jemi si gjakovar, e ndijmë afërsinë dhe ndjeshmërinë edhe me letërsinë, po edhe me performancën artistike. Prandaj mos ta humbim këto që e kemi me vite, me dekada të tëra. Në kuadër të programit tonë, është e parapar një komponent shumë e rëndësishme, që nuk qëndron si e ndarë, po qëndron e ndërlidhur me të gjitha tjera. Dhe kjo është koordinimi I aktiviteteve tona në gjitha sferat e jetës me Shqipërinë. Pse Gjakova, si një komunë e cila është në kufi me Shqipërinë, është një komunë e cila nga gjithë banorët e saj, edhe nga të tjerët, quhet si zorçore. Jo, komunat kufitare janë komunat të cilat përfitojnë më shumëti, qoftë nga fondet e Bashkimit Evropian, po gjithashtu përfitojnë edhe nga fakti se janë në një shtet dhe përfitojnë mirat nga shteti me cilë kufizohen. Kemi parapan ndërlidhjen e aktiviteteve duke fillu nga aktivitetet ekonomike, tregtare, promovuese, turistike, kulturore, historike, letrare me Shqipërinë. Nuk mundemi me të zhvillu ne nëse synojmë diçka tjetër. Jo, Shqipërinë e kemi vendin me cilin kufizohemi, Shqipërinë e ndjejmë si shtetin anë, kemi shumë vlera të përbashkëta, andaj duke fillu nga infrastruktura, prej infrastrukturës rrugore, e cila e parashes zgjerimin dhe ngritjen e sigurisë së rrugës në qafë-morin, gjithashtu lidhjen e rrugës dhe hapjen e vendkalimit kufitar, zgjerimin në qafë-prosh, dhe shfrytëzimin e zonës kufitare si pjesë turistike. Ishim para afërsisht 2 jave në fshatin Goden. Një fshat me bukuri si ta zëfrymën, kur e paramendon që çfarë bukurie ka aty, çfarë potenciali ka, dhe aty s'kan mbet familjarët atij vendi, vetëm 5 familje, diku 12 shtëpi. Ne shohim zhvillimin e komplekseve turistike gjithandej nëpër Kosovë. Komuna Gjakovës I ka gjitha ato. Vetëm 6 kilometra rrugë janë prej vendit ku përfundon asfalti deri në Goden, dhe 1 kilometër e gjysmë deri në kufi. Për dalë në anën tjetër, në fshatin Dobrun, 20 kilometra të lidhje me autostradën e kombit. Pse jemi ne në teratër? Pse jemi zorçore? Për arsye se dikush nuk ka mendu se mundet një infrastrukturë e mirëfillt ta lidh, apo nuk ka qenë interesum, dhe të filloj qarkullimin atë anë. Që të kemi edhe ne lidhjen tonë dhe ta ndijmë edhe ne, që dikush që vjen në Kosovë, viziton Prishtinën, Prizrenin, po mbi gjitha ndalet në Gjakovë dhe vazhdon në Shqipëri. E jo vazhdon Prishtinë, Prizren, Shqipëri dhe shkon. Pastaj ku është Gjakova? Nuk kemi hartë turistike të komunës Gjakovës. Për arsye se dikush nuk I duket interesant, vinë në qendër Gjakovës, fotografohen diku në qendër, te pashtriku te ai park që ka mbetë mos ma keq, edhe ikim prej Gjakovës. Po Gjakova ka shumë tjera. Sa histori mban Gjakova që libra do të shkruhen ende për trimëri, për kulturën, për gjithë ato që kanë ndodhur në këtë vend. Prandaj vendosja e Gjakovës në hartën turistike të Kosovës është synimi ynë, bashkë me hapjen e qendrës për promovimin e investimeve dhe për dhënien e informacioneve në kuadër të komunës. Ne do të jemi të hapur që të tjerët të vinë tek ne. Kjo komunë dhe kjo strukturë ka qenë e mbyllur. Ka shfrytzuar gjitha resurset që kanë ardhur aty për vetveten. Ka shfrytzuar tashetëmet, propagandën dhe shantazhet. Po kjo është e kaluar. Kjo duhet të jetë pjesë e kaluares. Çka e ardhmja na ofron është shumë më tepër. Sa shumë kemi potencial dhe sa shumë kemi asete, as vetë nuk kemi të vetëdijshëm. Për arsye se kur fillojmë të shplojmë gjitha këto, do ta shohim se pas kemi jetuar në një pjesë e cila me të vërtetë çka na ka mungu, gjithërsirës çka I mungon është vetëm një qiri që ndezet. Prandaj Gjakova është duke e kërku qirin e vetë. E unë po besoj, jo vetëm qiri, po gjithë llampadan do të ndezen me 3 nëntor, kur besoj ju,
njerit. Po jo vetëm jo, po edhe miqtë e juj, edhe familjarët e juj, edhe ata që jetojnë në pjesë tjera të komunës Gjakovës. Të votoni masovikisht. Dilni të votoni për dy arsye. E para se e doni ndryshimin dhe e dyta se i ka ardhur koha të përmbyllet një periudhë shumë e rëndë për komunën e Gjakovës. Dhe në fund duhet ta them edhe një gjë, që sot pas vizitës tek prindërit e Ilirit, një emocion të veçantë pata për tani send, që unë shpresoj ta vazhdoj atë që Iliri bashkë me shok e kanë mendu. Ai e ka dhënë atë shtrajtën, ne po japim shumë pak. Unë kërkoj nga ju një moment të jetës tuaj, me 3 nëntor, dini të votoni, të besoni, ta dini se ndryshimi është i mundur. Ta dini se nuk janë gjithë në politikë njësoj, që ka dhe të atillë kemi pas bia që kanë dhënë shumë për Gjakovën e për Kosovën e për Lirinë. Prandaj ta vazhdojmë këtë rrugë se është e mundur. Është e mundur se i kemi bërç, jo vetëm të kalumës, po edhe të sotmes, edhe fëmijëve tanë. Nuk duhet që fëmijët e mi të harrojnë Gjakovën, duhet që fëmijët e mi të jetojnë dhe të jenë krenar për Gjakovën. Njëjtë sikurse fëmijët e ju edhe niprit e juj. Gjakovarët njihen si lokalista, po mbi gjitha janë atë dashës, janë liridashës dhe janë intelektualë.